Që 6 vjet jena në Zvicër, po e lënd në rrët në Gjermani. Jeta në Zvicër është shumë e mirë. Këtë vinë e provojnë, e testojnë një herë, tani thonë jam u këthy mos këthejna kur. Unë jam në online business, burri jam është edhe baushtillat i dënë shumë. O, burri jam është shumë njëri interesant. O, që kjo është burri jam. Me në po dërë. Përshëndet, hadi. Gjana më regru që bëllë mirë ka të po? Mos fërë bre. Mos fërë se të mashtrojnë. Qa ditë që jina po bashkë me qëta, më ka thonë burri jam edhe në rurë flena dhe jetë me tyje. E të më duke njëfsh me, me si TikTok-ët. Në, shto po. Hajde të regona pak, përshëndetje, si e? Mirë, Me disponem mirë krejt? super. Nëse pak që këftoft valla më ka monu qëto deta ma mirë. Jo, krejq në Fendir, keq në shratë edhe na. Shqyqyr. Si e kalem kone një? Mirë, që 3 ditë jena ardhë, tash përna vim pa kohë, mu stabilizu Ju jetë një ashtë, në cilin vend? në Zvicër. Zvica. Se sa ko? Që 6 vjet jena në Zvicër, po e lënd në rrët në Gjermani. E martu me... Po. A e gjithë e këtu atje? Ja, atje, Atje, po. Si është jeta pak në Zvicër, me? Jeta në Zvicër është shumë e mirë, për njerës që din, është shumë jetë e mirë. A ka shumë punë bre që shtojnë krejt s'ki ko me kalu të lirë, a gjem ti ko me kalu të lirë? Po në varet është që shë organizon pak, nëse dhe me organizu, ki ko për me jetu, ki ko për me punu, këti gjanë. A ke mendu në herë mu këthy këto për gjithmonë, e mi bo pushime dhe atje, të kondër të në kësaj? Kena shumë familje që e bojnë këta, e kam bo para neve, tash na ashta nuk i dijet, edhe na e bojnë a këtë hap, mirë po, duhet me këshyrë, këtë vinë e provojnë, e testojnë një herë, tani thonë jam u këthy mos këthejna kur. Besoj që po. Qka të hekë kur vjen këto? Qka të lypë zemra kur vjen këto? Këto jeta është definitiv jetë, mëj me thonë. Del, shedi shka, thmija kanë kapacitet ma shumë. Atje është pak ma ndryshe, atje dush plotësisht me organizu jetën, për me mujtë, do me thonë, me mjau kushtu thmive 100%. Qata që e dojnë. A hargjeni ma shumë atje kur veni këto pushime? Këto, A punoni? definitiv, po. Qka punoni? Unë jam në online business, burri jam është pak në TikTok, edhe baushtillat i dënë shumë. A shtilat i dhe shumë, Au, shumë i dënë baushtillat, ai, ka të shkon. Sa është e rëndësishme puna? Sa lodhësh? Nuk më lodh puna kur. Ja. Tregona pak një shifër sa fiton për kësaj puna. Ja, të këta s'ka shansë me të regu. Për avërsesht. Jetoj mirë. Shqyqyr për i zotit po. Sa ja bëj hizmetin aq edhe fitoj. Po, A absolut. kështë mujtë këtë me punu? Se këtu nuk e kja të po kështë merdi atje. Në varet se qëfar pune. Besoj që për menimin tem nuk dalon edhe shumë. Puna e Kosovës me puna joshtet. Unë e menoj që është plotësisht puna e njejtë. Se sa lodhmin atje, aq lodhen edhe njerëzit këto. Edhe kum vrejt që këtu jënë organizu njerëzit plotësisht sikur në atje. Po, 100%. Paga minimalin aty në Zvicër. Paka minimale për rroga qysh? Po ta shtim varet, a shkon atje me përqindje, a sa përqind punon, a që dhe fiton. Dhe me thonë punon 20%, fiton 20%, punon 100%, fiton 100%. Po ndalën pak të dashuria, tregën asu njëftohen me burën. O, burri jam është shumë njëri interesant, e njohin me të vërtetë edhe shumë njerëz Ku në e që ta TikTok. është burë? Tash i shkoj shpejt me qu qikën të kunota jem, S'pas këmu dhe sa keni me qëndru? dilën kena me i cabe. Ja, tjetër nëzit koha. Kena ardhë si havë drejt me thonë kurse kena bo qështu bashkë pa plan kena ardhë. Veç që kena nëzirë biletat edhe thamë, hej, a di shka për shkujnë në Kosovë, por rina pak edhe për këthejme apet. E bo një hapi një parit të kjo. Të kinja ju. Te a burë. Burri. Nëse ti pëse më do kështë aqë që stani në thu hapta. Ja, jam shumë e qitë, jam shumë rafsh person, nuk investoj energjia A s'ku. që ke burë? Ardë. Po, që kjo është burri jam. Me në po dërë. Përshëndet, hadi. Gjana më regru që bëllë mirë ka të po? Mos fërë bre. Mos fërë se të mashtrojnë ta. Jo, atë me qaj ma vete? Shumë mirë. Për ty ka, tu të regu sa shumë dë, që Mos ishë ka një po me kalzu, mos ka po se na morim sysh, mos ka po qëfar te. Unë e thash, cile ka bapi një pare. Daj, vëlla, tranot mas mira. Edhe luj mas ena. Qish ja. Regana cila është dhrata me e mirë që. Kjo që më ka po mua? Vallaj,
Valloj, ka shumë pasha zotin që s'di as vetë mi numëruan. E për juve një, po një e veçan. Valloj, ketë më ka bo, qa më ka mungu mi ka po ketë. O, është një dhërotë që më ka bo tash frek, ama nuk e këtë regaj ata, s'moj me tregu njerë. Se, Shumë është dhërotë për jetën tem, rancin tem, është diçka që me bo mi tregu juve tashti. po tregana. Valla s'moj mi treguan. Vjen koha dhe pak. A ne tregana. Shka, ju mund me këta këtë formë mu ju? Që është? A cili është ma xheloz? Sa të xheloz? Jo gjelas, po mojat të burit, apo këton që ishtë burit pak të më konë gjelas, normal. Aty dallome shumë, se unë jam shumë person, nuk e di as ç'është është ndjenja e xhelozisë. Definitiv, me të vërtetë po. Nuk e di ç'është më njeri me xhelozu, nuk e kuptoj xhelozien absolut hiç. S'mëj me kuptu. Secili na ka kriju Zoti, secili ka jetën e vet. Çdo person vendos për veti, i kena. Unë e tham gjithë secili do të merujt fytyrën e vet, se kërkosh fytyrën e dikujt s'mund me rujt. E për atë xhelozia. Ajo xhelozojnë shumë juve? Neve, Që për fakt vëllajën. pasha zotin s'kom besu që ka gjelozi shqiptaria. Valloj, biloj, po, unë jam me rrjete sociale në për TikTok, veç pse hi njerëz edhe asi ofendime, asi sene që bojnë, na bojna show, do me thonë show, me baj gore pak me shti njerëz me kesh, pse që hinë me show, me ofenduan, asi. E vetëm shqiptaria që i bojnë të sene, valloj, po, për fat keq, që ta se pranoj, po nejse. E kam atë bindje që shumë e njeri që ka këtë xhelozi, definitiv ka me hik. Ka me kuptu që s'ja vlen me xhelozu. Ma shumë ja vlen me luftu për jetën e vet, me organizu vet jetën e vet, edhe mu kënoq. Mu kënoq, mu shkri. Jo, na ato knoq, se na të këshirën, se na do... Kënaqësi atje kur veri këtu pushime. Por mua, normal vene jam është shumë i mirë, knoq edhe këto, ama ku shkoj edhe të shtëpia, valla mendoj që pras me kry punën e me shku te familja jam. A ja vlen me sakrifiku vetën për dashurinë, a ke sakrifiku te ma? Për? Për dashurinë. Mhm. Që po mendohet. S'na ka ra shqyqyrë me sakrifiku njëni tjetërën, dhe me thonë për njëni tjetërën. Shqyqyrë se kena të stil. Me të vërtet jo, se ai që donë me nejtë bashkë me dikon rrim bashkë, ai që Tani këto si ishën e dashurinë këto çifte tjera. Asi jom këshirë, valla se më interesojnë. Tani na japni një mesazh pra. Inshallah gjithmonë janë të lumtur e të mirë, inshallah kur probleme s'kanë, se unë për në rrjetet sociale TikTok sa kum po që janë ndarje, kësi gjona, vallaj tepër shumë. Ma shumë është faktor tradhtia apo interese që po ndohen, se me të vërtetë shumë po ndohen. Qëtoj jeto... 8 vjet ka bërë. Famna interesin më majtë në kratë burret. unë mendoj që kur e vendos dikush më kom bashkë me dikën, akceptoje që ashtu qysh është, edhe vendos një bashkë një jetë të mirë. E momentin që sheh që nuk je kënaqur ose nuk je i lumtur ose shkon menja te e keqja për atë person, large ma larg. A ti ka bo letrat gruja? Jes mi ka bo, qa det që jena bo bashkë me qëta, më ka thonë burjem edhe në rrur flena dhe jetë me tyje. Qështu konë, që kjo mesazhi por me ta që jena konë bashkë, me qëta u konë, po zemra malu konën. Edhe mo, se më ka interesu. Apo letrat ju, unë letrat i kam... Këtë dy ti kina pas para se mu... Kjo u lindë u rinë në Gjermani, unë në Francë jam konë në 2004, që ato e kom pas fituar të letrat e mija dhe tana në Gjermani në takun edhe... Po... Unë ashtu kështu një për... Unë e kom të mija për herë të parë në Kosovë i kanë shkel 11 vjetë kër i kom pas. Dhe me thonë, shumë vonë më ka ra me orë në Kosovë, që ata edhe se kum një vetën kur të shpija në Kosovë, ma shumë në Gjermani, mirë po të urrit njere, të urrit, apet po të kap ke Kosova para vetet, ngrenë ma shumë vendi jotë. Me gjelozu ashtu valla. Çfarë çifti për fat. Që me thonë, është një tip ju që gjelozën personalisht të unë dishka? Për mua, ka dalë, për thot për... Për ndryshe. Ja, për ndryshe. Se ke ma shumë për shambull nuk i toleron do njerës që... Që me thonë, nuk i... A i gjelozia as nuk e rrugë bashkë se kë për shambull gjdo burë nuk e toleron dikon me ta këshyr grujen ose me ta nguc, këto as kush se toleron. Trolla e femnat që s'kan gjelozi si të. Unë s'kam gjelozi, nuk gjelozoj.
Hiç Për për të me thonë, po do me thonë pros mundoj, she. Ja, Hajde ditën e mirë. S'ka shans. Ja, ma ka thonë një dhorot, qatë dhorot që ma ka thonë nuk e fulja dhorot. Piknalja, edhe neve dhe shiku. Qatë dhorot që ma ka thonë, e di që më donë me lutë shpirtit. Aja dhorot është pak ma vonë. Unë mendoj që njëri tashnin e tregon me vepra, se na Ja, mujna ja, me ja, fol ec. për ditë, të du, me guj, që me thonë është, me vepra treguan do sa ne, ju me qysh je ma i mirë në bo. Kalzëm ti mu ku të zonën shë gazetarë. Vallaj kesh të ullë që të mbonk me Ai të më të prit. të mshus jam t'ja këthy atë kërë kanë mu jedhnuan. Parina, pa planka kja, Spontan, okej. Unë kesh e mura një shkrips, kesh tu shku të banka me të prit, edhe veç kur më dullëm për kore. Ama njofta. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit edhe juve. Respekt, shumë faleminderit. Pak po si ka marrë mirë, po. Në sëllitë të shpija të nona me kaftarë që aty po nëzemi gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ka të një mirë. Gjithashtu faleminderit.